mirë se keni ardhur. Ne po kujtojmë 121 vjetorin e Konventit të Arbërit, i cili u mbajt me 14 dhe 15 janar 1703. Pikërisht në këtë kish ku ndodhemi tani, kishën e Shën Gjon Kryepremit në Mërqitë e Lezhës. Ky konvent pati për krahë e Papës Klementit XI, i cili ishte në origjinë shqiptare. Në këtë konvent që të marrë disa vendime të rëndësishme për ruajtjen dhe zhvillimin e kulturës tonë kombëtare, si për shembull hapja e shkollave shqipe dhe botimi në gjuhën shqipe i disa librave, që gjatë botimit gjatë shekullit XVIII dhe XIX në botim e libra shqiptare në dialektin e Shkodrës. Edhe meriton të them një shprehje që kemi ne të krishterët, që u filluar Jezu Krishti. Pikërisht në këtë kish, ja vlen me lëvdu Krishtin për veprat e tij që kryen në kishën, që është secili prej nesh, që është me këto dy titull, kisha, trupi dhe nusja e tij. Në emër të Monsinjor Otavi Vitale, i peshëve i kësaj diocezet, ju përshëndes ju të nderuar të pranishëm, përfaqësues të bashkisë, pranishëm në kryetar Erman Paci, përshëndes gjithashtu organizatorët e kësaj ngjarje, Pallatin e Kulturës dhe muzeut që me përkushtim kanë dashur që të organizojnë gjithçka. Faleminderit për përkushtimin tuaj. Gjithashtu duhet të përshëndes se po është tani famultarin e katedrales së Shkodrës, dhe Umla Shpana, që janë esin. Jemi pikërisht në këtë vend, në këtë kish që kujtojmë 321 vjetorin e Konventit të Arbërit. Vendimet e kësaj ngjarje të madhe, kishtare, që janë të rëndësishme pikërisht për rregullimin e brendshëm të jetës dhe veprimtarisë kishtare, për gjatimin e fesë dhe në anën tjetër, për nxitjen drejtuar gjithë popullit shqiptar për mbrojtjen e vlerave dhe identitetit kombëtar, para kushtimit dhe sundimit shkatrimtar otoman. Por për mua dhe për secilin, çka na flet sot kjo datë dhe për kushtimin këtyre njerëzve, të cilët kanë gjetur forcën dhe guximin për të bashkuar dhe për të gjetur rrugë të reja, se si t'i bëhet balli kushtimi qëllimi i cili ishte të vlerësonte dhe asgjësonte dignitetin shpirtëror kombëtar dhe përkatësimin tonë ndaj këtij vendi. Si përfaqësues bashkisë Lezhës, pak më shumë deri në këtë sot, që kemi në vulitimin e 320 vjetorit të zhvillimit të Konventit të Arbërit ose Konventit të 5 familjes të gjuhës shqipe, në fakt, që 321 vjet më përpara, pikërisht këtu hodhin themelet që jo vetëm të predikojnë, por të shkruhej në rrëtorin e gjuhës shqipe. Gjithashtu, në vendimet të cilat ruajnë në fanatizëm moralin si dhe normat kryesore, moralin e familjes si dhe normat kryesore të shoqërisë tonë, që ne në fakt i trashëgojmë me fanatizëm edhe sa. Them drejtën ndjej duke shkasi se jo vetëm në 321 vjetor, por edhe 320 vjetore në vitin para, në fakt ne këtë vit të jashtëzakonshëm të identitetit tonë evropian e përdorojmë pikërisht këtu, dhe kanë saj të vendjes të jashtëzakonshme që ky aset identitetit tonë evropian ka pasur në rrugën e fundit. Kjo edhe nga bashkia e Lezhës, ku është kryetari i partisë, i bashkisë dhe i zoti Breu, por edhe nga njerëzit dhe pasionantë që në fakt nuk kanë mundur, që është do një Virgjini apo zoti Gjergj Qeza që janë të përshtatshëm, dhe se duhet të falenderoj që kanë rivitalizuar dhe kanë hedhur këtu në themelet e kësaj asetit tonë, në punë të jashtëzakonshme që na bën të jemi krenar dhe imagjino sa krenar do të jenë ata të cilët kanë bërë të punë të jashtëzakonshme. Shumë shumë faleminderit gjithëve dhe ishte kasi të zmarra përshëndetja në këtë aktivitet. Faleminderit. Tani, të ftojmë prefektin e Lezhës, Gjergj Prendi. Përshëndetje të gjithëve.
ndërruar miq, dhe kur që jemi në këtë takim vjetë domethënës, jo vetëm për Lezhën, por edhe në Gjergj, bëhet fjalë për vendin e Vajrit. Një nga gjërat historike më të mëdha të paskohës së Vendit, që kanë vendor dhe kanë patur një ndjenjë të jashtëzakonshëm në historinë e popullit shqiptar. Fillimisht, do të flas shkurt, por patjetër do duhet të fjalë të mira për të gjithë ata që kanë mundur të kthejë dhe një herë në jetë të vendit e humbur, që e ka bekuar vetë Papa Albani, apo që ta them, me përjashtë shqiptare, pra për të në bashkisë zotin Dreu, zotin Liqeza, Don Nikën që në shumë mikë dhe meriton sinqerisht komplimentet dhe fjalët më të mira, është një punë e jashtëzakonshme. Unë jam i lumtur që jam sot në këtë vend të bekuar dhe po them këtë fjalë. Kurrenti i ardhur, përveç që jemi pjesë e historisë, vjen mbas një lufte të madhe të Gjergj Kastriotit. Shumë e kanë akuzuar Gjergj Kastriotin, por profesor Pallini do të thonë një punë të jashtëzakonshme si kalorës së Krishterë. Po, duhet ta them, kalorës së Krishterë. Sepse nëse nuk do të ishte ajo periudhë paraprak, nuk do ishte edhe kurrenti i ardhur të mëkonshëm, të cilët përcaktuan fatet e shtetit shqiptar, përcaktuan fatet e gjuhës shqipe, përcaktuan përkatësinë tonë që dhe sot ne jemi pjesë e familjes evropiane, ne jemi pjesë e Evropës, nuk jemi pjesë e Lindjes, jemi pjesë e gjithë popujve paqëdashës dhe të bekuar të gjithë Evropës, në cilën Toradorës po shkoi. Dhe të gjithë qofshin bekuar dhe kënaqësi edhe respekt për gjithë ju që jeni në këtë ditë të madhe të Vendit të Ardhur, që është ndoshta pjesa e dytë pas periudhës Skënderbeu më e madhe e historisë së Shqipërisë. Faleminderit. Nga aktivitetet që kanë përdorisë në 2017, kam bërë një rrugje dhe pilot dhe rrugime në Anglisht, ma tje kam bërë dhe në studiet.
Unë duhet të dalin në dy fikat të çanta, për cilën e piku vendi, por edhe duhet të paralelisht edhe për ndrejtë por të bëjmë në Europën e Kostë, në Europën Lindore. Dhe arsyeja pse u zon përsia, sepse nuk është prej kërkesë. Pse u zon pikërisht përsia? Kur kishte shërbime të tjera se mund të jetë përshëndimin e këtij kocili kishtar ose kuvendi kishtar. Atëherë, Konsili Provincial Kombëtar, Arbër, sepse këtu kemi për herë të parë dhe emrin shqiptar, të dera sa po quheshin Arbër dhe Arbëria. I njohur përsëri si kuvendi Arbërit, që është vale 14 janar 1703, ashtu po është e djela ditë e Tiranis, pra kujt bekuar. Pikërisht këtu pranë kishte mesatar Shën Paçor, Marsia është kuvendi i dytë më i rëndësishëm, siç e përmendë prefekti, më i rëndësishëm pas kuvendit të Besnikës së Lehtit. Organizimi i Konsilit Kishtar si është iniciativë personale papa Clementit 11. Atëherë, çfarë do ndodhte në Europë si start? E gjithë armata perandore osmane si fusi kushtarake perandore osmane kishin transferuar në qytetin e Vienës, kryesore të Austrisë, sa po të qendra parancishme e dinastisë Habsburg në Europë. Dhe nëse do të vinte Viena, sot do të shihim shumë gjerman, francez, ndoshta edhe anglez, italian, me çfarë, siç po shëndimin në mesme. Çfarë ndodhi në Vienë? Për herë parë pas vdekjes së Shtatësisë, kjo është hera e dytë, po themi pas epokës së Titavishme, osmanët ndeshin një barrierë pa hapësueshme. Falë aleatëve të krishterët, një forca katolike dhe protestante prandimore, sepse kemi fillimin e protestantimit. U thyen dhe betejë kryesore, e cila thosht është betejë Kahlenbergut në periferinë e Vienës, në malin e periferinë e Vienës, nga mbreti polak Jan III Sobieski. E veçanta është se gjatë kalimit të kohës nga Sobieski, para ushtarëve të tij, kalorës të husar, me krah Angeli, se në kalorësi e rënë të kohës, ai evokon periudhën e zgjatë kastellit të Mërkut. Sepse përballë këtyre ndodhet për armatë perandore osmane për përsa 300.000 ushtarë. Katolike janë 34 me 267 frymë. Ndërsa raporti e 26 katolike nisin me 43 frymë, 410 frymë, 410 banorë ishte krejt familje në fshatra. Shtëpia e pesë të ndërtuar për një zot Gjergj Gadanit, para rendës së Itanishmit. Është shtëpi e rrahashme me 6 dhomane, sallë të madhe, me ndërtim të bukur dhe madhështor që nuk e ka shoqë në Shqipëri, këtu për arsye është se këtu mund stresa mund akomodoshin deri që është arsye të zotëria. Afër lezës, afër det mund të akomodoshin. I përshit se vitet e tjerë përshëndore ishin kryesisht të rënuar naturës të spankishë, të rënuar, shkolla shqipe u hapen në fillim të shekullit 17 mbyllën me thunë nga Osman. Pra ishte vendi më i përshtatshëm sepse logjistika është edhe mirë, pra ofronte kushte për akomodim. Që shëmbëbyli, gjuha shqipe më shëmbullan, për mbi erë që jep zëmbyli, pa da zemën nga mushlan. Ndërkohë tjera dhe dhona tjera, për shkoj jetën të arsamot, veç për tymre zemra mira, e prej mallit derdi lot. Një këtë gjuhë që janë të endije, janë të bukra me themel, për prap kjo si djel pa hije, për muë të tana me ndel. Kun bërkëcemi të rritetrimi, me zbashqipe zanin tanë, e kudrinit është burim që shpërndahet kapitan. Vjegje tosë malësia lia, janë një kampë, mundas në rënë. Fund e majë një shqipnia, e një gjumë gjithë nga bashkan. Kjoft malkue ku shet nga trime, ndër këto vlazën shoq me shoq. Kush e ndanë me fjallë e shkrime, çka natyra vetë për poq. Faleminderit.
Që